nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Zgjedhjet në 5 bashkitë e vendit përfunduan me fitoren e qartë të Partisë Socialiste, ndërsa pjesëmarrja ishte vetëm 18.45% e votuesve. Vlora pati pjesëmarrjen më të ulët me 12.5%, ku fitues u shpall Brunilda Mersini. Në të gjitha bashkitë e tjera, Cerrik, Berat, Tepelen dhe Mat, kandidatët socialistë siguruan shumicën e votave përballë rivalëve opozitar ose të pavarur. Fituesit do ta mbajnë detyrën deri në pranverën e vitit 2027. Zgjedhjet e pjesëme lokale në 5 bashki të vendit përfunduan këtë të diel me dominimin e Partisë Socialiste, edhe pse me pjesëmarrje shumë të ulët nga qytetarët. Nga gjithsej 334.539 votues të regjistruar, votuan vetëm 61.724 qytetarë, ose 18.45% e totalit. Vlora ishte bashkia me pjesëmarrjen më të ulët, vetëm 12.5%, ku ish-deputetja socialiste Brunilda Mersini fitoi me 15.672 vota kundrejt rivalëve të saj opozitar. Në Cerrik, kandidati socialist Florence Doka siguroi 6.201 vota, duke fituar me 66.22% të totalit, ndërsa rivalët e tij opozitar morën një pjesë më të vogël të votave. Në Berat, ish-nënkryetari i bashkisë Ervin Ceca fitoi me 83.35% të votave, duke mundur kandidatin e mbështetur nga Partia Demokratike Pavlo Shkarpa me një diferencë të ndjeshme. Në Tepelen, Kramos Sako i PS-s fitoi me 3.261 vota, ndërsa rivali i pavarur i mbështetur nga opozita Gabriel Gume mori vetëm 928 vota. Ndërkohë në veri të vendit Bashkia e Matit u drejtua sërish nga socialistët me Altin Bojnin, që siguroi 7.425 vota përballë rivalëve të mbështetur nga opozita dhe kandidatëve të tjerë të pavarur. Të gjithë fituesit e 5 bashkive do të qëndrojnë në detyrë deri në pranverën e vitit 2027, kur do të zhvillohen zgjedhjet e radhës lokale. Rezultatet konfirmojnë dominimin e Partisë Socialiste, ndërsa pjesëmarrja e ulët ngri pikpyetje për angazhimin e qytetarëve në proceset zgjedhore. Pas testimit të parë në bashkinë e Tepelenës, kryekomisioneri Ilirian Celibashi deklaroi se në zgjedhjet e ardhshme procesi i numërimit të votave mund të realizohet përmes inteligjencës artificiale. Ai theksoi se për këtë nismë novatore është i domosdoshëm miratimi i një ligji të ri zgjedhor që do të garantonte saktësi, shpejtësi dhe transparencë për publikimin e rezultateve. Shqipëria po synon të shtrijë përdorimin e inteligjencës artificiale edhe në proceset zgjedhore. Pas projektit pilot në bashkinë e Tepelenës, kryekomisioneri Ilirian Celibashi deklaroi se teknologjia e re ka dhënë rezultate pozitive dhe se mund të përdoret gjërësisht në zgjedhjet e ardhshme për të numëruar votat. Vlerësojmë që në të ardhmen arritja e saktësisë 100% në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit nëpërmjet përdorimit të inteligjencës artificiale do të varet nga ndërtimi i disa protokolleve teknike, të cilat do duhet të respektohen nga komisionerët dhe numëruesit gjatë kryerjes së procedurave të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Më së pari, është e qartë që do duhet të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, në mënyrë që rezultatet e prodhuara nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie të konsiderohen ligjërisht zyrtare. Ndërkohë, pas zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit, ku votuan në 5 bashki të vendit, Vlorë, Berat, Tepelen, Cerrik dhe Mat, Celibashi theksoi se pjesëmarrja e ulët në 20% nuk cënon legitimitetin e kryebashkiakëve të rinj, të gjithë nga radhët e Partisë Socialiste. Ata që janë zgjedhur, kryetarët të këtyre 5 bashkive kanë legitimitet të plot në kuptim të ligjit. Janë zgjedhur nëpërmjet një procesi zgjedhor të ligjshëm. Dhe rezultati është legjitim. Në një kohë kur qeveria po promovon përdorimin e inteligjencës artificiale edhe në administrat përmes platformës Diella, ideja për automatizimin e numërimit të votave shihet si hap i radhës në modernizimin e institucioneve publike. Qeveria shqiptare ka prezantuar platformën e OSHE-s Charge, një nismë që synon zhvillimin e transportit ekologjik dhe zgjerimin e rrjetit të pikave të karikimit për automjetet elektrike. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Belinda Balluku folën për projekte transformuese në fushën e energjisë, përfshirë vendosjen e matësve me inteligjencë artificiale dhe rritjen e pagave për punonjësit e OSHE-s.
Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka hedhur hapin e parë drejt të transportit ekologjik përmes krijimit të OSHE Charge, një platformë që do të mundsojë zgjerimin e pikave të karikimit për automjetet elektrike në të gjithë territorin. Në ceremoninë e prezantimit, zëvendës kryeministria dhe ministri i energjisë Belinda Balluku theksoi rëndësinë e këtij projekti si pjesë e tranzicionit të gjelbër të vendit, ndërsa paralajmëroi rregullime ligjore për tregun e karikimit elektrik. Sot jemi këtu për të lançuar një produkt të ri. Një produkt të ri OSHE Charge, shërbimi i karikimit të mjeteve elektrike. Në një kohë kur transporti po evolon drejt teknologjive të pastra, ky është një hap i natyrshëm dhe i domosdoshëm. Ndërkohë, mungesa e procedurave administrative edhe në nivel vendor ka prodhuar një treg të paregulluar, ku energjia e bler me 14 lek rishitet nga tregtarët privat nga 40 deri në 60 lek. Sot në vend qarkullojnë rreth 16.000 mjete elektrike dhe ekzistojnë 254 pika karikimi. Për të siguruar qëndrueshmëritë e konkurrencës të ndershme me kërkesë të OSHE-s, është miratuar nga enti rregulatori i energjisë një çmim i veçantë për furnizimin e flotës elektrike prej 22 lek për kilovator. Ndërsa kryeministri Edi Rama foli për transformimin e sektorit energjisë përmes digitalizimit, duke paralajmëruar vendosjen e matësve inteligjent që do të përdorin inteligjencën artificiale për të përmirësuar faturimin dhe ulur humbjen teknike në rrjet. Besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 macash dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu rritjen e pagave po punonjësit të OSHE-s, duke theksuar se buxheti i vitit 2026 parashikon një indeksim me 6.1% për 6.800 punonjës të kompanisë. Sipas qeverisë, këto masa janë pjesë e strategjisë së gjerë për modernizimin e sektorit energjetik, rritjen e eficiencës dhe nxitjen e përdorimit të energjisë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Partia Demokratike vendos të mos marrë pjesë në komisionet parlamentare pas bllokimit të 2 komisioneve hetimore dhe ndërprerjes së seancave nga majoranca. Mbledhja e jashtëzakonshme e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka shërbyer për të diskutuar reagimin ndaj zhvillimeve në kuvent. Ai kritikon dhe miratimin e ligjit për barazinë gjinore, duke e parë si një hap drejt post-marksizmit ekstrem. Partia Demokratike ka mbajtur këtë të hënjë mbledhjet e jashtëzakonshme të grupit parlamentar pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Shqipërisë. Majoranca sipas PD-s ka ndërprerë debatin dhe ka bllokuar ngritjen e 2 komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita, duke përdorur forcën e kartonit. Janë kaluar ligje, janë kaluar projekt vendime, janë kaluar akte normative dhe në asnjën prej tyre në mënyrë absolute nuk është lejuar opozita të debatojë, të marrë fjalën, paraqes mendimet, të mbroj interesat e zgjedhësve të saj që kanë votuar kundër një qeverie. Si kur ndonjëherë në historinë 33 vjeçare të parlamentit pluralist. Asnjëherë s'ka ndodhur kurrë. Ish-kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij gjatë mbledhjes paralajmëroi një reagim të ashpër ndaj majorancës dhe vendosi që si hap i parë deputetët e PD-s të mos marrin pjesë në komisionet parlamentare këtë të hënë. Në fjalën e tij, Berisha kritikoi dhe votimin e ligjit për barazinë gjinore, duke konsideruar si një hap që e çon Shqipërinë drejt post-marksizmit ekstrem. Ligji kërkon që ndër të tjera barrën e provës ta ketë i akuzuri dhe jo akuzuesi. Në qoftë se ka një nen që shërben si neni i luftës së të gjithëve kundra të gjithëve, dhe ky është parimi i ekstremit marksist, i doktrinës, çdo njeri që nuk i pëlqen këtij apo atij apo këtij, mjafton të nxisë një punojës apo dikë që të thotë se më diskriminoi, dhe ky tani do të provojë se nuk e ka diskriminuar. Kjo është përmbysje. Përveç saj, siç keni lexuar, që keni dëgjuar, është shkatrimtar për sistemin arsimor. Faktikisht ja u merr fëmijët prindërve nga fuqia edukuese e tyre. Partia Demokratike paralajmëron se do të vazhdojë të kërkojë mënyra për të mbrojtur të drejtat e opozitës në kuvent, duke mbajtur të hapura mundësitë për reagime të mëtejshme parlamentare dhe publike. Ish-kryeministri Sali Berisha do duhet të jap shpjegime
tek SPAK me 14 nëntor lidhur me ngjarjet e dhunshme të 21 janarit 2021 ku u vran 4 protestues. Prokuroria po heton për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe pengim të zbardhjes së të vërtetës. Dëshmitë e mëparshme përfshin ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Basha dhe urdhërat e zyrtarëve të lartë gjatë protestës. Ish-kryeministri Sali Berisha është thirrur nga SPAK të premten me 14 nëntor për të dhënë shpjegime lidhur me ngjarjen e dhunshme të 21 janarit 2021, ku 4 protestues humbën jetën para godinës së kryeministrisë. Fletëthirrja e prokurorit posaçëm Alfred Sheu i është dorëzuar Berishës në adresën e banesës së tij në selinë e Partisë Demokratike dhe në Kuvend. Prokuroria e posaçme e sheh ish-kryeministrin si një nga personat kyç për zbardhjen e ngjarjeve, duke marrë parasysh praninë e tij në ambientet e zyrës gjatë të gjithë protestës tragjike. Hetimi ka nisur pas një kallëzimi nga Eveja e Alex Nikës, një prej 4 viktimave, dhe është transferuar në SPAK nga Prokuroria e Tiranës pas vendimit të gjykatës së lartë. Hetuesit po hetojnë për akuzat e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim, shpërdorim detyre dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës, duke përfshirë rolin e zyrtarëve të lartë në dhënien e urdhrave gjatë protestës. Më parë janë dënuar ish-kreu i Gardës Ndrea Prendi me 1 vit burg dhe Gardisja Gim Lupo me 3 vite burg për vrasjen e Ziver Veizit dhe Faik Myrtaj, ndërsa rastet e Kuran Dedës dhe Alex Nikës mbeten ende të pazbardhura. Dëshmia e ish-ministrit të Brendshëm Lulzim Basha është marrë javën e kaluar dhe tani hetuesit synojnë të marrin informacione të mëtejshme nga Sali Berisha për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përgjegjësinë e zyrtarëve të përfshirë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i është përgjigjur valës së debateve dhe keq informimit që shoqëroi miratimin e ligjit për barazinë gjinore në Kuvend. Ai theksoi se ligji synon të garantojë barazinë mes grave dhe burrave dhe të parandalojë çdo formë diskriminimi, ndërsa u shpreh se procesi duhet të shoqërohet me më shumë komunikim publik për të shmangur deformimin e qëllimit të tij. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka komentuar debatet e ashpra që u zhvilluan rreth ligjit për barazinë gjinore, duke thënë se procesi u shoqërua me shumë keq informim dhe interpretime të gabuara, si para ashtu edhe gjatë miratimit të tij në Kuvend. Duhet të ketë një debat shoqëror para ose pas përgatitjes së ligjit për të siguruar që termat e reformës të kuptohen dhe që të ketë më pak hapësira për dezinformim, sepse e dim që ka pasur shumë raste të tilla. Për këtë kontekst, ligji synon të ofrojë garanci për të siguruar që barazia mes grave dhe burrave të ekzistojë. Prandaj kjo duhet bërë me krijimin e detyrimeve nga sektor të ndryshëm privat, publik dhe të atyre në mënyrë që të zbatohen në mënyrë efektive. Ligji garanton ose kërkon që të mos ketë diskriminim bazuar në faktorë të natyrshëm përfshirë seksin. Ne ju monitorojmë sepse çdo vit publikojmë një raport progres. Deklarata e tij erdhi në një klim të tensionuar politike, pasi opozita akuzoi ambasadorin Gonzato se qëndron pas ligjit për barazinë gjinore, duke pretenduar se ai shkatron themelet e familjes dhe shoqërisë shqiptare. Ambasadori Gonzato, megjithse i bëri thirrje të gjithë palëve që të zhvillojnë një debat të hapur dhe të informuar për të shmangur keq kuptimet dhe për të garantuar që ligji të zbatohet në frymën e tij të plotë, në mbështetje të barazisë dhe të drejtave themelore të njeriut. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka arrëzuar kërkesat e paraqitura nga avokatit të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amarbër Maltezi për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të akteve hetimore të SPAK-ut. Sipas vendimit të trupës gjykuese, pretendimet e mbrojtjes nuk kanë bazë ligjore dhe aktet e kryera nga prokuroria dhe BKH-ja janë të vlefshme. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të rrëzojë kërkesat e paraqitura nga mbrojtja e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amarbër Maltezi, të cilët pretendonin pavlefshmëri absolute dhe papërdorshmëri të akteve hetimore të kryera gjatë fazës paraprake të procedimit penal. Në vendimin e shpallur nga kryesuesja e seancës, gjyqtarja Elsa Udhiri theksoi se pretendimet e palës së mbrojtëse për gjyqtarin Irena Gjoka, e cila kishte marrë disa vendime gjatë hetimeve paraprake, nuk kanë bazë ligjore. Nuk është në kompetencën e kësaj gjykate për të shprehur mbi funksionimin e një magjistrateje, thuhet në vendim. Gjykata rrëzoi gjithashtu edhe kërkesën që lidhet me tejkalimin e kompetencave nga ana e prokurorisë së posaçme, duke cilësuar ato si të pambështetura dhe të pabaza në ligj. Për sa i përket pretendimeve të palës së mbrojtëse mbi papërdorshmërinë e akteve të ekspertimit të kryera nga Byroja Kombëtare e Hetimit, GKK arsyetoi se në procesin e caktimit të ekspertëve nuk ka pasur asnjë shkelje nga ana e SPAK. Edhe kërkesa e pandehurit Fatmir Bektashi, i cili kërkoi shpadhjen e papërdorshmërisë
përshme të pronave, urrëzuar nga gjykata e argumentit se nuk bën pjesë të kërkesa paraprake dhe nuk është e bazuar në ligj. Trupa gjykuese vendosi pashtu të rrëzoj kërkesat për pavlefshmëri të masave të sigurisë edhe ato që lidhen me sekuestrimin dhe ekspertimin e pajisjeve kompjuterike, si dhe pretendimet për tekalim afatesh në zhvillimin e hetimeve. Me këtë vendim, gjykata e posaçme ka hapur rrugën vijimit të procesit gjyqësor ndar Berishës, Maltezit dhe të pandeurve të tjerë në dosjen e njohur si afera i privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku akuzat lidhen me korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj kërkon në gjykatën e të drejtave të njeriut të shpall palishëm kontrollet e kryera në banesën e tij dhe të bashkëjetueses së tij. Ahmetaj pretendon se kontrollet e kryera nga agentët e BKH-s ishin të palishme, pasi si deputete ai gëzonte imunitet dhe kontrolli duhej miratuar nga kuvendi. Padia e tij u drejtohet gjykatës së Strasburgu duke u mbështetur në precedentet e mëparshëm dhe nenin 73.2 e kushtetutës. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka çuar çështjen e tij në gjykatën europiane të drejtave të njeriut duke paditur shtetin shqiptar për kontrollin e ushtruar në banesën e tij dhe të bashkëjetueses Eriola Hoxha, si edhe në celularin e kësaj të fundit. Kontrolli ishte kthyer me vendim të gjykatës së posaçme antikorrupsion në mars të vitit të mëparshëm dhe lidhej me hetim për aferën e inceneratorëve. Sipas Padis, ushtrimi i këtyre kontrolleve është në shkelje të imunitetit të Ahmetajt si deputet dhe duhej autorizuar nga kuvendi. Mbrojtja ligjore citon nenin 73.2 të kushtetutës dhe prezanton precedent të gjyqësive të mëparshme dhe kanë trajtuar raste të ngjashme. Ahmetaj kërkon që provat e siguruara nga kontrollet të mos përdoren si element të vlefshëm në procedime. Hetimet paraprake të Spakut për inceneratorin kishin sjell urdhërimin dhe kontrolle edhe në vilën e ish bashkëshortes Ahmetaj, Albina Mançka, ku sekuestrua një aparat celular si provë materiale. Padia e dërguar Strasburgut kërkon që qeveria shqiptare të paraqes jurisprudencën përkatëse dhe shembuj të rasteve të ngjashme duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të deputetëve gjatë hetimeve. Mbledhja e Këshillit Bashkiak në Pogradec u shoqërua me tensione dhe përplasje fizike pasi u miratua vendimi për dhënien me qira të tokave kullotore në fshatin e Cërave. Gjatë mbledhjes pati një konfrontim fizik mes këshilltarit Angel Shyti dhe një prej banorëve, ndërsa këshilltari tjetër, Arbër Male, deklaroi se bashkia po rrëmben toka të blegtore dhe se disa këshilltar kanë qenë në presion për ta miratuar vendimin. Mbledhja e kësaj të hënë e Këshillit Bashkiak të Pogradecit u shoqërua me tensione të larta dhe përplasje fizike pas miratimit të vendimit për dhënien me qira të sipërfaqeve kullotore në fshatin e Cërave. Banorët e këtij fshati, të cilët prej kohësh protestojnë kundër këtij projekti, shprehen pakënaqësitë e tyre duke thirrur turp për këshilltarët që votuan për këtë vendim. Gjatë mbledhjes pati një konfrontim fizik mes këshilltarit Angel Shyti dhe një prej banorëve, ndërsa këshilltari tjetër, Arbër Male, deklaroi se bashkia po rrëmben tokat blegtore dhe se disa këshilltar kanë qenë në presion për të miratuar vendimin. Specialistët e bashkisë argumentuan se tokat aktualisht përdoren nga banor, por pas këtij vendimi, ato do t'i jepen me qira dhe banorët aktual do të konsiderohen si zaptues. Ky vendim ka shqetësuar banorët e fshatit, të cilët mbështeten kryesisht tek ekonomia e blegtorisë dhe nuk e dinë se si do të reagojnë në vijim. Situata në Pogradec është bërë shqetësuese për komunitetin lokal, duke theksuar tensionet midis interesave të banorëve dhe vendimarrjes së autoriteteve bashkiake. Rreth një muaj pas ngjarjes tragjike në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës, Elvis Shkambi, autori i vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ka kërkuar falje përmes një letre publike dërguar nga Qelia e Burgut. Në letrën e tij, Shkambi shpreh keqardhje të thellë për veprimet e kryera dhe thekson se asnjë padrejtësi nuk mund të kundërshtohet me dhunë. Në një letër dërguar qytetarëve, Elvis Shkambi, i cili vrau gjyqtarin Astrid Kalaja brenda ambienteve të gjykatës së apelit, kërkon falje familjes së viktimës dhe të afërmëve të tij, duke cilësuar ngjarjen si ato ditë fatkeqësie. Sot personalisht po shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaja, të afërmëve, miqve dhe kolegëve të të ndjerit për humbjen e njeriu të tyre të dashur. Ndjej një keqardhje shumë të madhe edhe për familjen time, miq dhe kolegët që me veprimet e mia i kam tronditur dhe zhgënjyer. Shkambi pranon se akti i tij nuk justifikon
konsideron dhe se kundërshtimi i padrejtësisë duhet të bëhet në mënyrë morale dhe ligjore. Ai nxit qytetarët të kërkojnë të drejtat e tyre pa kaluar vijën e kuqe. Në Shqipëri ka plot magjistrat të aftë e të ndershëm, por ka edhe shumë të lik. E këta të fundit nuk kanë as fe, as atë, as pik morali njerëzor. Këta specie mizore përdorin çekiçen e drejtësisë për të thyer kokën e të drejtit dhe e kanë thyer peshorin e drejtësisë në një gjë thuajse abstrakte, e cila vetëm shihet, as nuk preket, as nuk ndihet. Në përfundim, Shkambi paralajmëron se ka shumë për të treguar dhe se do të tregoj kur të vi momenti, duke shtuar se ai dhe shteti shqiptar do të japin llogari njëri tjetrit për dëmet dhe padrejtësitë e bëra. Kryeministri në detyrë dhe kreu i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti ka reaguar pas përfundimit të balotazhit në zgjedhjet lokale të 9 nëntorit, duke e cilësuar pjesëmarrjen qytetare si dëshmi të pjekurisë demokratike. Ai theksoi se çdo kryetar komune do duhet të mbajë përgjegjësi për premtimet e dhëna dhe për zhvillimin në komunat që ai drejton. Pas zhvillimit të balotazhit të zgjedhjeve lokale me në 18 komuna të Kosovës, kryeministri në detyrë dhe njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka falenderuar qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në procesin zgjedhor. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kurti u shpreh mirënjohës ndaj qytetarëve që ushtruan të drejtën e votës, duke theksuar se me pjesëmarrjen e tyre ata kanë treguar vullnet dhe pjekuri demokratike dhe duke ndikuar drejtpërdrejt në orientimin e politikave publike lokale. Falenderim dhe mirënjohje për qytetarët që dolën në zgjedhje dhe votuan, me pjesëmarrjen e tyre treguan pjekuri dhe vullnet demokratik, duke thënë kontribut në orientimin e politikave publike në komuna, shkruan Kurti. Kryu i ekzekutivit në detyrë theksoi gjithashtu rëndësinë e llogaridhënies, duke kujtuar kryetarët e komunës se duhet të mbajnë përgjegjësi për premtimet e dhëna gjatë fushatës dhe për gjendjen në qytetet e fshatrave që drejton. Në të njëjtin reagim, Kurti u drejtua aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, duke vlerësuar rezultatet e arritura pas balotazhit. Ai nënvizoi se VV të qeverisë të 7 komuna, duke cilësuar këtë si rezultatin më të mirë të forcës politike që ai drejton. Lëvizjes thon se ndali dot as bashkimi i gjithë kundërshtarëve. Ju faleminderit çdo njërit për angazhimin, e presim punë e sfida, po do të thotë se para nesh ndodhen shumë suksese dhe fitore, shkruan më tej Kurti. Reagimi i tij vjen në një moment kur vendi përballet me krizë politike dhe bllokadë institucionale në parlament, ndërsa procesi zgjedhor lokal shihet si një tregues i rëndësishëm i mbështetjes që subjektet politike gëzojnë në terren. Në këtë rezultat, vetëvendosja konfirmon forcimin e bazës së saj lokale, duke synuar të shndrohet në një forcë vendimtare në qeverisjen e ardhshme komunale dhe qendrore. Të nderuar televizionistë, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, me mot të paqëndrueshëm dhe rreshje shiu të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell intervale me kthjellime të shkurtra në jug-perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 3 deri në 4 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 11 nëntor do të jetë në orën 6:17, ndërsa perëndimi në orën 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë,
13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 11 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta, me motë të kthjellë dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të paraqitet me kthjellime në shumë zona, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta dhe rreshje të izoluara në verilindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 11 nëntor do të jetë në orën 6:15, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 12 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 10 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacioni, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita Televizion, bashkë me Nuta Kofshim në edicionet e ardhshëm.